ka familje që sa do e mohojmë, se ky zotnia është jetu në Ferezajon, për kuptoj shumë mirë, po të s'ka ardhë halo anë ka jam unë. E jam të marrë pjesë anë në festival të Lahutës, unë po të kuptoj ty shumë mirë, se do në vetë si ti ku me ndu, ku më thonë që s'ka më ashtu kërkon. Po, për shembull, në familjet shqiptare, ka Deçani, ka Istogo, Peja, të ki tradita alo që nusja, kur të martohet, nuk mundot me punu me njëherë, do të me najtë në shpe, me rritë fmi, mos me marë kur gjo, marrë është nështë ta me marrë edhe një liber me lexu në salon, apo kupton, sa do e mohoj na ki ha ende asi familje. Më haje sa dush sepse zakonisht flasim dhe thojmë që sot ka ndryshu koha, nuk kemi ma jo, ka ndryshu, po jo 100%. Gjona tila, po që... Ku jeti e martume është, e kanë bo një sent mirë shumë, pomën për shemëll, e pomja se dhe pomja është tradit. E pomja për vdekunit ka zgjat me ka 5 javë. Mu kujmë ka vdek bobën të 85-ën, 5 javë ka zgjat e pomja. Ki e rast se ti kur ka zgjat ka 3 muaj e pomja, kanë met njerëz pa punu e pa... Tash, atje veç më varrim duket, është veç një det, më shatë burit e me ende më ledhën për oda dhe unë jam i lapit të na 3 ditë.